Më gjeni ndonjë falje tjetër që fillon kaq bukur. Pasi themi tekbirin e parë, pra Allahu Ekber, i lidhim duart dhe themi një lutje që quhet thena. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarak ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. I shenjtë je ti o Allah, do të thënë i pastër nga çdo emet je ti o Allah, dhe i lavdëruar, dhe i bekuar është emri jot, dhe e lartë është madhëria jote dhe s'ka të adhurueshëm tjetër përveç teje. Pra, e tham Allahu Ekber, tani fillojmë të njihemi me Allahun. Sa më shumë që ta njohësh Allahun, aq më ndikues do të jetë namazi yt, falja jote. Në fjalinë e parë pohuam o Allah, ti je i pastër nga çdo emet, por jo vetëm kaq, vë bihamdika, me gjithë lavdin tënde. Pra je i mbushur me çdo vlerë e lavdërueshme. Ky është përkufizimi plot. Pastaj themi i bekuar është emri yt. Derisa përkufizimi për Allahun u plotësua, çfarë nevoje kishte për këtë fjalë? Përgjigjja është që pikërisht ai emër që i ka këto dy veti mund të jetë i bekuar. Andaj kjo pjesë na mëson, mos kërko bekim te dikush tjetër, por tek Allahu, sepse ai është i pastër nga çdo emet dhe ai është i lavdishëm. E sapo fillon të njihesh me këtë Allah, me këtë Zot, në mënyrë të vetvetishme, ti fillon të bekohesh. Më pas, fal bekimit të tij, do të fillosh ta kuptosh madhështinë e tij. Prandaj vijnë fjalët: "Wa ta'ala jadduka", e lartë është madhështia jote. Në këtë moment e kupton që asgjë nuk mund të jetë mbi Allahun. Asnjë lartësim nuk mund të arrijë lartësimin e Allahut. Dhe në këtë moment, kjo lutje mbyllet me këtë pohim: "Wala ilaha ghayruka". Nuk ka të adhurueshëm tjetër përveç teje. Sepse të gjitha gjërat që tham na obligojnë ta pranojmë këtë fakt që vetëm ky Allah, vetëm ky Zot me këtë përshkrim është i denjë të adhurohet. Ndiqni shpjegimin e të gjithë namazit në kanalin tim në YouTube, duke zgjedhur playlistin për katës, ose tek faqja e xhamatit Musliman Ahmedia, tek video, duke zgjedhur programin Shpjegimi i namazit.